Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin e ri që përcakton kriteret dhe procedurat për dhënien e kompensimit të menjëhershëm financiar punonjësve të Policisë së Shtetit në rast dëmtimit të rënd të pronës për shkak të detyrës. Sipas vendimit, efektivët përfitojnë deri në 1 milion lek në rast se prona e tyre dëmtohet për arsye që lidhen drejt për drejt me kryerjen e detyrës. Kompensimi aplikohet në 2 raste, kur dëmtimi ndodh nga një vepër penale për shkak të detyrës dhe rasti është referuar në prokurori, ose kur prona dëmtohet aksidentalisht gjatë përdorimit për nevoja zyrtare. Kusht për përfitim është që efektivi të zotërojë titull pronësie ose dokument për proces legalizimi dhe të mos ketë përfituar më parë dëmshpërblim nga siguracioni. Vendimi parashikon ngritjen e një komisioni 5 antarësh në Policinë e Shtetit, i cili vlerëson brenda 10 ditëve përputhshmërinë e dokumentacionit me kriteret ligjore dhe propozon vendimin për pagesë. Drejtori i përgjithshëm i policisë është autoriteti që lëshon urdhrin përfundimtar për dëmshpërblim. Në rast refuzimit të kompensimit, punonjësi ka të drejtë të ankimojë vendimin pranë drejtorit të policisë, ndërsa në rast se dëshmohet më vonë se dëmi nuk lidhej me detyrën, kompensimi duhet të kthehet në masën 100%. Vendimi shfuqizon në aktin e mëparshëm të vitit 2017 dhe efektet financiare do të mbulohen nga buxheti i Policisë së Shtetit.